Në një kohë kur bota moderne po ndryshon çdo ditë, ka ende njerëz që I qëndrojnë besnik traditës. Një prej tyre është zonja Sevdije Hysenaj Krasniqi, një grua e përkushtuar që prej vitesh ruan dhe rikrijon trashëgimin tonë, përmes punimeve të dorës dhe veshjeve tradicionale. Unë quhem Sevdije Hysenaj Krasniqi, jam punoj punë dore tradicionale, ja kum nis në moshë të re, pas janë e ka posë edhe nëma, edhe onë. Aja kër u qeke mas një punë, unë shka isha ullë në vend sajna edhe punajsha. Edhe gruja babgjyshit, se gjysha më ka dek, po gruja babgjyshit. Gjithë ato që ishe mas një punë, unë shkom ty në këty nërë që janë konë shkamet, I marsha I që qa do vejksa. Peja tyhet tani, unë kërse unë, po. Punoj me grep, me gjilpon, me krobza, me kasnak, këty nërë që janë konë edhe panomat. Jo generatat e reja nashla se dini, u konë djelini, u konë sha panomi, tosuri, panomi, lesht, patisko, këtu I kumë punu të tana. Dhe më thonë, si ka fillu kjo dashuria për këto veshje tradicionale? E mban men kur e ki qe për herë të parë ndo një robë ose diçka? Për herë të parë që kumë punu veshjen komtare, o konë 86-ën, ja kumë punu djalli dytë. E veshja dytë që kumë punue, o konë me herë mas lufte, ku ja kumë punue në nipi ose personit ku kena nejt gjatë luftës në Shkop. Sa të merë kohë ty me punu një punim dore, se duket ka gja e vështirë ty e marë para? Vesha komtare. Sa vlerësohet kjo puna që e bani jo tash në këtë kohë? Shumë pak vlerësohet. Kanë marak mi marë, po ju duken shtrejt. Çka mendon ti për këto? A mendon që është gabim, se tu e marë parasysh sa ku merë, përgatitja e krejt këto? Pa I gjithë kush I din punë të veta, atë mendimin në temën për jepe personal, a është gabim, se vonit puna dore sa është diçka e jashtë zakonshme, pa jo që jam ku jam, po në punën e dores e kam për zemër edhe po në je, po në mirë jesë, po në jetë. Ku e merë këtë inspirimin e robave, dizajnin e këto, a isha diku në për foto, apo ndë njerët ka ndodhë dhe vetë? Veç vetë, personalisht vetë idejtë e mija. Veç vetë. Pisha edhe këto lullet, këto që I ki bo. Kjo është krejt pundore, do me thonë? Kjo është pundore, kjo është e maksikozës, kjo minile, kjo jastako, kjo është hirame. Po. Sa ko të merë kjo me bo? Po, për këto që nesta, to janë punune me dorë, nuk janë maqinë. Absolutikisht sen s'ka në maqinë punune për jashtë që sajna qipke edhe që sajna në maqinë që kepi, këto janë krejt punune në dorë. Nuk kam në maqinë kur gjëheq absolutikisht. Që ka me ndanë për vajzat e reja? A kanë me punu si për para që shkeni punu jo me këto punime me... Që to generatat e reja që janë sot, nuk besoj, rrallë në një atë këto, nuk punojnë për generatat e reja që vi nuk e di. A që to e jo. E krejt në fund, ajo na tregon një histori që I ka ndodhur gjatë kohës së luftës, ndërsa po bënte punime dore. Historia ma interesante ka qenë gjatë luftës në Shkop, kena nejt 2 muj. 2 muj kena shku në Shatora për me dalë përëndim, atë jenë ardë gazetartë. Më duket që të Zvicrë, se për një që kom pa me kamere, kom shumë punën. Se dyqysh me punu gjatë luftës, me punu më ka dohtë interesant, së më ka ortë mirë, edhe ortë për këty së më tha, a bën mi marë, tha vish 1 minut, po ka qep gazetari, I ko marë, po I ko marë me krytë tëllët, së më ka ortë marë, më ka ortë qysh gjudi, më pa bota në luftë të punue, po në atë punë që kumë punue, qike zojës shpis për respekt që në ka marë në kanë qëtimre.
Përveç punimeve të dorës, zonja Sevdije ka një pasion tjetër, që e mbush jetën e saj me ngjyra, lulet. Në oborin e saj, çdo cep është i mbushur me jetë, aromë dhe kujdes.